Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. Fushata elektorale ka arritur në kulmin e vet dhe na ndajnë jo më shumë se 7 ditë nga dita kur qytetarët shqiptar do të drejtohen kutrive të votimit për të bërë zgjedhjen e tyre për zgjedhjen e qeverisë së re me një mandat tjetër 4 vjeçar. Të gjitha forcat politike kanë kryer fushatat e tyre elektorale dhe kanë paraqitur tek qytetarët shqiptar programet e tyre, por kë do të zgjedhin qytetarët shqiptar, kjo mbetet për të kuptuar vetëm pas datës 11 maj. Do të diskutojmë për gjatë minutave në vijim sa i takon fushatës elektorale dhe ditëve të fundit të mbetura të kësaj fushate me avokatin Altin Goxhaj. Avokat, të përshëndes, faleminderit që sot në Fox News dhe si gjithmonë ditë të na surprizosh me vendodhjet e tua surprizë. Pse në golem sot, avokat? Kam përshtypjen në golem. Unë jam në golem, jam pikërisht sot në ditën e diel një javë para se të jetë 11 maj dhe unë dua të falenderoj në mënyrë të veçantë për këto 8 vjet Fox News-i që më dha mundësinë të isha kandidat për deputet. E them me plot gojë, Fox News-i më dha mundësinë të jem kandidat për deputet, sepse pa Fox News-in unë nuk do të isha kandiduar këtë vit, për shkak të censurës plot televizive që kanë pas në 10 televizionet më të mëdha të establishmentit që ka Edi Rama dhe Soros në Shqipëri. Dhe Fox News-i që kur u hap më dha mundësinë që të kem dhënë zë. Dhe ai zë bëri që unë të kem mundësi të kandidoj sot, sepse në këtë censur të madhe duhet një dritare. Faksi ishte dritare e lirisë, jo vetëm për mua, por në rastin konkret unë jam kandidat për deputet edhe i Fox News-it për faktin e hapësirës dhe mundësisë që më krijua për të qenë vizibël tek njerëzit për të më parë ata mua, dhe sot jam në emisionin më të rëndësishëm në këto 8 vjet në Fox News, sepse jam javë para zgjedhjeve që diela e para fushatës, e para zgjedhjeve. Domethënë, kjo është diela e fundit të fushatës, si kohë, dhe në këtë komunikim që unë kam me ju, kam i komunikim edhe me një audiencë e cila më ndjek vazhdimisht, edhe që unë shpresoj të jenë dhe votuesit e mi, ata që janë në qarkun Tiranë, pasi unë kandidoj siç të jetë në listën e hapur, si aleat i Partisë Demokratike, Partia Aleancë Konservatore, dhe Kolemi është pjesë e Bashkisë Kavaj, dhe unë këtu ndodhem sot në një komunikim me qytetarë të qarkut Tiranë, pasi në zonën e Golemit ka edhe nga Kavaja, edhe nga Tirana, edhe nga vende të tjera, dhe unë erdha që në mëngjes, kam këto kartë vizita që kam shpërndar gjatë gjithë kohës, ja ku janë, si që shikoni. Janë ca kartë vizita të veçanta që unë mendoj që presupozojnë edhe kuptimin e asaj që është një avokat. Një avokat, çfarë të jetë? Një avokat të jep një kartë vizitë. Çfarë është një kartë vizitë për një avokat dhe një qytetar? Është vend takimi për të pasur një kontratë. Një kontratë midis avokatit dhe qytetarit. Dhe slogani im është avokati juaj në parlament, me idenë që të mos jem deputet, por të jem avokat në parlament. Në kuptimin më të mirë të fjalës, ashtu siç paraqitet edhe në këtë kartë vizitë, ku ndodhet edhe fytyra ime me Kapela e Republikës, sepse Kapela e Republikës është edhe figura ime e komunikimit publik në gjithë këto vjet, dhe njerëzit më njohin më tepër prej kapelës se prej fytyrës. Dhe në këtë kartë vizitë unë kam dhënë dhe fletën e votimit, ku tregohet faqja e fletës votimit, që është pikërisht kjo këtu, ku unë kam treguar dhe se ku ndodhem në fletë votimi, është Partia Demokratike, është e para kolonë, dhe unë në këtë kolonë kam dhënë pikërisht edhe emrin tim. Ja ku është, nëse dallohet, është me kryq për t'ia treguar. Gjithë komunikimi im sot në plazhin e Durrësit dhe të Golemit ishte një komunikim me qytetarët për të kujtuar që në 11 maj, vetëm një javë, ata duhet votojnë dhe kanë mundësi të shpëtojnë Shqipërinë nga kjo e keqe që e ka gjetur. Ku hapi parë i ndalimit të keqe është ndalimi i hemorragjisë. E vetmja mënyrë për të ndaluar hemorragjia, për largimin e shqiptarëve, është që të mos vazhdojmë më të qeverisë, kjo qeveri që ka 12 vjet që largon shqiptarët. Në 12 vjet largoi 1 milion vet. Në 4 vjet i bie të largojë edhe 500.000 tjerë. Ne besojmë që qytetarët shqiptar, pavarësisht marrëdhënieve të punës që kanë, antipative dhe simpative që ta kanë për forcat politike, por edhe për faktin se ky ligjërion elektoral është shumë i veçantë në të keqen e tij, por ky është realitet dhe këto janë rregullat e lojës. Vota për Partinë Demokratike dhe për koalicionin e Partisë Demokratike është vetëm një votë që prodhon mandate për të rrëzuar Ramën.
votat që idhen për partitë e vogla në çdo llogari elektorale, kushdo le të dalë dhe diskutoj, ajo që quhet teprisa e votave, aty ku ato nuk nxjerrin mandat, dhe kjo është e përgjithshme për gjithë Shqipërinë, për gjitha partitë e vogla, që nga Shkodra deri në Vlorë, teprisa e votave, çfarë do të prodhonte? Do të prodhonte mungesë mandati. Mungesa e mandatit, sipas ligjit tonë elektoral, konsohet nga partia që ka një më shumë. Pra, ti ke një mandat tepër në një zonë elektorale, sepse askush s'ka arritur do të marrë, por partitë e vogla duke marrë vota nga opozita, bëjnë që këto votat që ajo ka marrë, ky mandat i shkojë Edi Ramës, i shkojë Rilindjes. Sepse këtu është ligjën elektorale, ai që ka një vot më shumë, merr mandatin që ke letë. Pra do të thotë që partitë e vogla janë një gjendje të prodhojnë 4, 5, 6, 7 mandate për Edi Ramën. Në këtë lloj formati. Kur them 4, 5, 6, 7, jam shumë korrekt me shifrat, sepse mund të nxjerrë vetëm 4 mandate në rastin më të mirë, dhe 7 mandate në rastin më të keq, apo dhe 8 mandate në rastin më të keq për Edi Ramën. Pra, Partia Socialiste mund të marrë 4 deri në 8 mandate, vetëm nga roli që mund të luajnë partitë e vogla. Dhe arsyeja që partia jonë e vogël, Aleanca Konservatore, është bashkuar me koalicion e Partisë Demokratike, nuk ka qenë një qasje ideologjike, ka qenë vetëm bashkimi i votave kundër Ramës për të prodhuar mandate kundër Ramës. Pra, për të dëmtuar sa më shumë pushtetin dhe për të favorizuar sa më shumë opozitën. Apo më saktë, për të realizuar qëllimin e madh shqiptarëve për të shpëtuar nga Partia Socialiste. Dhe vota që jepet Altin Goxhës nuk është votë që merr Partia Demokratike, por e merr koalicioni i Partisë Demokratike ku është dhe Aleanca Konservatore që drejtoj unë. Pra në çdo lloj formate, dhe që nuk e duan Sali Berishën, mund të votojnë partinë tonë. Pse? Sepse e merr partia jonë atë votë. Në koalicionin e madh ajo numërohet për partinë tonë. Natyrisht në totalin e vet jemi koalicion i madh i përbashkët, por ajo votë që ti voton për mua dhe nuk e voton për Partinë Demokratike, ajo votë numërohet në këtë koalicion, pra prodhon mandate kundër Ramës, dhe partia jonë Aleanca Konservatore për Shqipërinë nxjerr deputet Altin Goxhajn, i cili do të jetë avokat në parlament, siç ka qenë këto 20 vjet avokati qytetar. Avokat, jam shumë kurioztar të di se si ke zgjedhur ta bësh fushatën, çfarë ka karakterizuar më saktësisht fushatën e Altin Goxhajt? Fushata jonë është krejt ndryshe nga gjithë partive tjera. Lidhet me 2 faktorë. Faktori A që lidhet është fakti që ne nuk e kemi votën të përqendruar. Ne kemi votën të shpërndarë. Është thotë jo votë të përqendruar, por votë të shpërndarë. Do thotë që nga gjithë analizat parapraktike që ne kemi bërë, ne në qarkun Tiranë kemi fuqinë e 1 deri në 2 kandidaturave për të bërë deputet si fuqi. Pra partia jonë është në gjendje të prodhojë diku në përqindje elektorale, në raport me fakti që e parti e re, diku ke 5%, 6%, 7% në totalin e Tiranës. Për këtë arsye që ta realizojmë këtë objektiv, që të përfaqësohemi aq sa meritojmë në një qark si ky, dhe duke nisur me faktin që ne nuk kemi pasur asnjë mjet elektoral për të fuqizuar emrin tonë, pra për t'ia bërë me ditur qytetarëve, për faktin se, siç e dini, Partia Demokratike nuk bëri asnjëherë prezantim të kandidatëve të listës sapur për qarkun Tiranë, siç e bërin qytetet e tjera, nuk e dim pse, por dim edhe fakti që jam në 10 televizione, në 10 vjet censur, dhe gjithë lufta jonë është të kujtojmë njerëzve që Altin Goxha ekziston si kandidat, është kandidat i një partie Aleanca Konservatore për Shqipërinë, brenda koalicionit Partisë Demokratike për Shqipërinë madhështore, dhe që ndodhin qarkun e Tiranës. Pra, lufta jonë është më tepër për të treguar njerëzve që Altini është kandidat dhe është kjo listë dhe e gjeni këtu. Sepse për të kërkuar votën, unë besoj që atë votë që do marrim e kemi mbjell në 12 apo 20 vjet e shkuar. Dhe vetëm mund ta korrim, ose do të korrim aq pak sa që kemi mbjell dhe sa që kemi merituar. Pra në fushat, çdo kandidat korr atë që mbjell. Dhe ne themi që për aq kohë sa kemi 12 vjet që luftojmë me rilindjen, kemi 12 vjet që luftojmë në vit parë, duke qenë edhe narrativa bazë opozitare. Ne kemi ndërtuar narrativën e opozitës. Opozita sot flet me fjalët tona. Kur na thanë pse u bashkuat me Arancën për Shqipërinë madhështore dhe me Partinë Demokratike, ne i thamë vetëm i përgjigje. Nuk u bashkuam, ne u bashkuan ata me fjalët tona. Janë ata që përdorin narrativën tonë, janë ata që përdorin ideologjinë tonë, janë ata që kanë ardhur te fjalët tona. Dhe ne thjesht teknikisht jemi bashkuar me ta, në fjala jonë, narrativa jonë, ideologjia jonë, konceptet tona ato që kanë ndërtuar në këtë moment narrativën opozitare. Kujtojmë fjalët, shpopullim. Kjo fjalë ishte ndaluar përdorjen në Partinë Demokratike për Luzin Bashës deri në vitin 2021. Sot është fjala bazë. Kjo fjalë është ndërtuar, është formuluar si fjalë nga forca jonë.
nga unë si Altin dhe nga kolegët e mi që janë pjesë e kësaj force. Dhe daton vitin 2014 kur ne artikuluam këtë fjalë dhe ndërtuam si një filozofi të re komunikimi publik për të treguar një të vërtetë që mohuar. E dyta, ne kemi denoncuar prej vitesh mafien Soros. Duke denoncuar prej vitesh mafien Soros, ne kemi arritur që të prodhojmë pikërisht në Shqipëri këtë ideologjinë tonë anti-Soros. Dhe kjo ideologji konservatore anti-Soros është ajo ideologji që ju e keni tashmë në komunikimin publik të gjithë palëve politike opozitare. Flasim që PD-ja flet për këtë gjë. Kur ne flasim për rolin e Donald Trump dhe të politikës konservatore ndërkombëtare me burim Amerikën dhe deri në Evropë, kjo është një fjalë e re që kemi mbështetur ne që në vitin 2016 dhe kemi qenë unë sot kam dhënë fushat me bluzën Donald Trump, jo më kot sepse kjo na përfaqëson. Partia Demokratike vetëm 4-5 muaj është artikuluar dhe është ndërtuar në këtë lloj pozicioni. Pra aleanca jonë është shumë e natyrshme, sepse jemi aleancë e një ideologjie të re që ne kemi ndërtuar dhe që opozita e ka përkrahur. Dhe në këtë lloj kuptimi, ajo që ne kemi si fushat tonën, nuk është një fushat për të mbjellë, se kemi mbjellë s'kemi mbjellë. Këtu pyetja është, a e din qytetarët shqiptarë që Altin Goxha është listë e hapur të Partisë Demokratike, kandidat i një partie aleate dhe që tohet në qarkun Tiranë, që përfshin Tiranën, Kavajën, Rogozhinën, Vorën dhe Kamzën. Dhe ne jemi këtu pikërisht në golem për të kujtuar që ne jemi kandidat në një gjithë qarkun, edhe në Kavaj, edhe në Rogozhinë, edhe në Vorë, edhe në Kamës. Dhe këtu kemi pas sot kontakte me votues nga Vora, nga Rogozhina, nga Kavaja, nga Tirana, dhe koncepti është që ne duhet t'i shpjegojmë njerëzve që ndodhen, që ekzistojnë. Pra, e gjithë fushat e unë mbeti në logjikën dhe kishte kuptim logjikën që ne kujtojmë njerëzve që Altin Goxha përfaqëson një parti dhe kërkon të votohet. Ne nuk i themi na votoni. Ja u them me sinqeritet këtë gjë. E din vetë na votojnë apo jo. Ne duam vetëm që ta dinë. Pra, kur të shprehin vullnetin e tyre në ditën e 11 majit, ta dinë që kishin mundësi të votonin Altin Goxha. Pastaj pyetja është, përse ata të donin të votonin Altin Goxha? Po unë doja vetëm 2 motive thjeshta, që besoj janë dhe 2 kuajtanë betejës, më të kuptim plot. Ralion i betejës i antisorosizmit është një nevojë etike për të pas një komision hetimor parlamentar për të tetuar gjithë agjendën e shpopullimit të agjendës Soros për Shqipërinë. Dhe të gjithë e dinë që këtë vetëm Altin Goxha mund ta drejtojë dhe vetëm Altin Goxha mund ta bëjë. Sepse vetëm Altin Goxha që gjen të kuptojë Sorosin, Erion Velin, partitë e vogla dhe gjithë është e qytetit Soros dhe gjithçka ka ndodhur në 36 vjet. Në 34 vjet. Le të dalë kusht tjetër, le të pretendojë dikush tjetër, le të jetë kusht tjetër, dhe unë do të rriqem një herë që është në gjendje ta bëjë një gjë të tillë më mirë sa unë apo sa unë. Askush nuk mund ta bëjë mund ta drejtojë një komision hetimor anti-Soros, siç mund ta drejtojë Altin Goxha. Për faktin e njohurive të luftës që kanë bërë, por mbi të gjitha dhe për shkak se vetë Sorosi ka demonstruar frikën totale nëpërmjet censurës totale që ka ushtruar ndaj personit të tij. Pra vetë fakti që targeti është kaq si të shfriksuar për të pasur mua përballë, duke bërë çdo gjë për të zhdukur ekzistencën time, tregon që unë jam gjithë ta bëj një gjë të tillë. E dyta, që është po aq e rëndësishme për një numër jo të vogël qytetarësh, sidomos votuesët e qarkut Tiranë. E kush përveç meje mund të ndërtojë një komision hetimor parlamentar për pandeminë? Kush mund të analizojë protokollet e vdekjes spitale përveç Altin Goxhës që i vran baban me protokollet spitale? E kush mundet do të analizojë të gjithë historinë e orientimeve që erdhën nga OBSH-ja për të vrarë shqiptarët, si sa Altin Goxha që ka denoncuar këtë gjë në 2020 dhe ka drejtuar një rezistencë kolektive kundër masave të izolimit dhe të vrasjes që kishin atë kohë. Kush mundet do të analizojë historinë e vaksinave, pasojave tyre, përveç Altin Goxhës që ishte drejtuesi i Aleancës për Mbrojtjen e Jetës, që organizoi gjithë rezistencën që shpëtoi shqiptarët nga vaksinimi, shpëtoi sidomos fëmijët e Shqipërisë, të vetmit fëmijë në Europë të shpëtuar nga vaksinimi. Dhe ne kishim një mbështetje të jashtëzakonshme teorike shkencore nga Edvin Prifti, shkencëtar i vetëm që ishte në gjendje të njëjtë në Shqipëri terapi gjenike për shkak të angazhimit studimeve të tij dhe që kishte edhe kurajin dhe guximin që ta denonconte këtë pandemi. Unë jam Altin Goxha që kam drejtuar të gjitha protestat që Fox News i jepte në atë kohë, po vetëm Fox News dhe Jo-Qe ishin të rregull dhe shpesh edhe syri i ndiqte, ishim censur plot. E kush mundet do të flas për censurën e pandemisë? Kush mund të flas për pasojat e vaksinave? Kush mund të flas për pjesën e trajtimit që pati shteti shqiptar ndaj smurëve me kancer, nga turbokancer dhe fshehjen e dhënave të vrarëve nga vaksinat, po smurëve nga vaksinat, përveç meje që kanë bërë në atë kohë këtë gjë. Që do thotë unë jam gjendje ta bëj një gjë dhe dua të kujtoj qytetarëve që
nuk mjafton vetëm kjo temë. Ne kemi dhe tema tjera që janë pjesë e pandemisë, të Komisionit Timor. Ka bëjë me spërkatin me helme që është bërë ajri ton vazhdimisht me vite, e dekade, siç bërë në vende të tjera të botës. Ju mbani më skenën kur unë përballa me punonjës të Bashkisë Tiranë që u zhdukën nga Sanxharja, që spërkasin Tiranën me helm, me atë helm që kishte zhdukur zogj nga Tirana, zhdukur çdo gjallës nga Tirana. Një helm që hidhen në ajrin ton për fëmijët që filloi të hidhen në muajin prill 2020 në kohën e pandemisë, nga makinat përbindshme të Bashkisë Tiranë, të cilat spërkatin qytetin, ballkonet, dritaret me helmet e pesticideve në trupa tanë dhe nuk e dim se çfarë gjëje tjetër, që u fshet nga policia ajo histori. Ne mos harrojmë, kemi diskutime të vazhdueshme që a ka transparencë Shqipëri për geoinxhinierin. Të kujtojmë që vetëm në Florida, vetëm pak ditë më parë, gjykata mori vendim dhe qeveria mori vendim që nuk do të quhet krim i patolerueshëm dhe i pafalshëm përdorimi i kimikateve në atmosferë për qëllimet e geoinxhinierisë. Dhe ne shqiptarisht pyesim vetëm çfarë ato ore që shohim qiell, ato viza që shohim qiell. Dhe s'ka asnjë transparencë. Unë do të jem ai deputeti, avokati i qytetarëve, që do t'i hyj me themel këtyre gjërave. Pra qytetarët kanë nevojë për një deputet si puna ime, por dhe është një target i tillë që e dojnë që të tillë. Unë nuk kam dërmën të them atyre më votoni, kam dërmën vetëm të them që unë jam listë, ata e dinë vetëm se do votojnë apo jo. Pra, fushata e jonë është që fushat kujtese për të kujtuar njerëzve, Altin e keni aty, mund ta votoni, nëse doni. Por unë nuk i them njerëzve, votoni mua që jam Altini, sepse prezantimin tim e kam bërë në vite dhe vetëm që u them jam dhënë listë. Nëse ti do këto gjëra, ti e di. Nëse do komision antipandemi, kushti vetëm që të ekzistojë ky komision është të bëhet deputet Altin Goxha. Nëse Altin Goxha nuk bëhet deputet, është zero shanse që ti kushtetet ta bëjë një komision të tillë. Ka 1000 arsye që të vërtetohet ky fakt, por kushdo që vret mendje dhe shef kandidatët e kupton. Aty është Arlind Qorri, është Adriatik Lapa, është Ndrish Shabani që bën një thirrje për vaksinimin e studentëve. Bën një thirrje për të shtuar vaksinimin e studentëve. Janë njerëzit që i kanë shërbyer establishmentit global të pandemisë në mënyrë më të plotë. Dhe njerëzit e dinë se do të votoni, po që si do doni një komision antipandemi. Mirë, kam përshtypjen që do doni një komision anti-Soros. Do të jenë njerëzit, do të jenë qytetarët, ata të cilët me vullnetin e tyre në datën 11 maj do të hedhin votën te kutit e votimit për çdo kandidat i cili atyre ju duket i denj për të përfaqësuar në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë, avokati, unë jam në minutat e fundit dhe diçka, nëse ke diçka për ta përmbyllur. Një njoftim i rëndësishëm. Po, një njoftim i rëndësishëm. Unë ndërkohë kam filluar një fushat 24 orë live në rrjetet sociale për ditësh, 10 ditë live kundër censurës, 10 vjeçare në 10 televizione, por ndërkohë ne kemi një finale shumë të bukur ditën e njëjtë në kuadrin e podkastit që bëm në Fox News me shkencëtaren e madhe Edvin Prifti, ku ditën e njëjtë në orën 17, në orën 19 tek Universiteti i Arteve, ke amfiteatri, do organizohet një town hall me Edvin Priftin dhe me mua, pikërisht për pandeminë. Në këtë moment që kanë dalë gjithë dokumentat, është një moment, një seancë pyetje-përgjigje për atë që ndodh dhe për atë që duhet ndodh në të ardhmen. Pra çfarë ndodhi me pasojat e vaksinave dhe çfarë duhet bëjmë ne për të shpëtuar jetët e shqiptarëve nga pasojat e vaksinave. Dhe çfarë duhet bëjmë ne për të shpëtuar veten tonë në të ardhmen nga pandemia. Edhe unë e shfrytëzoj këtë moment që ditën e njëjtë, në orën 19, 8 maj, tek Universiteti i Arteve, ne presim të gjithë qytetarët e interesuar për një pyetje-përgjigje me të madhin shkencëtarin Edvin Prifti. Të falenderoj shumë avokat, përpos së njëjtës së 8 majit, unë nuk më mbetet gjë tjetër vetë se do të bëj ftesën edhe për 11 maj, sepse do të kemi një maraton të gjatë televizive. Përpos se ju kandidoni, jeni dhe një analist tepër i fokusuar tek çështjet e brendshme politike në Shqipëri dhe jo vetëm. Më keni ftuar në çdo paszgjedhje, më keni ftuar, në çdo paszgjedhje. Nuk ke si të mungosh as në këtë zgjedhje. Të falenderoj shumë. Falenderoj dash. Falenderoj. Mirupafshim. Ne shkëputemi në publicitet.